Po, për shembull, ty nuk të pëlqejnë ndoshta Adriana Matoshi si qysh vishet në kuvend. A më kështu e du si deputete, se është shumë e mirë, më te garderoba jo. A më është shumë e mirë vetja, edhe është artiste para se me mënyra shilidh flok dhe fustona si cipirep do këtë, si ato aerokrima cipirep. Sinqerisht, edhe pse e du e kam shumë shpirt, po vesha së më pëlqen. Jella, jo, vesha së më pëlqen. A ma mirë mi kalzu drejt? Dikujna a me rajt. Jo, vesha katastrofë. Unë e di me dalu njerin. Unë motër e kam, edhe motërëm ka, da fin kesh, po do kësh vesh e hek, edhe e heke. Tashim, do me thonë, s'po mdej ka mu motra jama, o s'tonë s'pedejsh ato. Ata që ka dojtë njerën të kalzojnë. Ja. E du e favorizoj se u kona aktore mirë edhe si deputete po më pëlqen. Po mënyrën që vjen si cipere. Ajo është artiste para se me qenë deputete. A janë parlament, zamën parlament, këmish, setër pantolla. Qatë 1 orë, 2 orë, sa ju bje me najt, letimojnë vesh. Si del, cipere blet bëjt. Sepse asko shumë e ka shumë dështë si aktore ose si këngëtore. Po si me bo show në kuvend, por që si deputete. Na kena votu Adrianës, unë e vetë e kom votu për deputete, jo valla më ndalë si aktore në parlament, ashtë po më vjen keq. Unë mene që egzistonë në kuvend kodi i veshjes. Pash njërin që dëndush me kritiku për keq. Edhe ligjërisht besoj që duhet ishte rregulluar kjo, por sa zbatohet, ne e dim që ligjet këto janë në letër dhe nuk zbatohen, po